Partitë politike turke dhe organizatat e shoqërive civile në maqeninë e Veriut u shpreh një zërisë e propozim ligji për përfasim të drejtë dhe adekuat, i cili po shqyrtohet në kuvendin e maqenisë së Veriut, përmban një sërë mangësishe dhe se në formën aktuale rrezikon të drejtat e komuniteteve më të vogla etnike, veçanërisht të komunitetit turk. Sipas tyre, ky propozim ligj duhet të ndryshohet ose të plotësohet me mekanizma më të qartë dhe më efektiv mbrojtës. Lidhur me këtë çështje kanë reaguar lidhë organizatave jo qeveritare turke në Maqedoni, Matusitep, organizata turke që përfaqëson 72 shoqata jo qeveritare anëtare të saj, Partia Demokratike Turke TDP, deputeti turk nga koalicioni Fronti Evropian Salih Murat, si dhe Lëvizja e Bashkimit Kombëtar Turk, kanë kërkuar që projekti i ligjit të ndryshohet dhe të plotësohet me mekanizma të qartë, të mashëm dhe të zbatueshëm. Matusitep vlerëson se koncepti i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat mbetet i papërcaktuar, qartë dhe nuk parashikon instrumente konkrete për korrigjimin e nënpërfaqësimit të komunitetit turk në institucionet shtetërore dhe lokale. Nga kjo organizat thonë se ata kushtojnë rëndësi të veçantë përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të komunitetit turk në institucione dhe në proceset vendimarrëse, duke vlerësuar se kjo përbën një element themelor për garantimin e barazisë dhe forcimin e besimit ndërmjet komuniteteve, duke ritheksuar se Matusitep mbetet e përkushtuar ndaj dialogut konstruktiv dhe forcimit të barazisë në shoqëri. Lidhur me këtë nga Partia Demokratike Turke theksojnë se ligji në versionin aktual nuk ofron garancë të mjaftueshme juridike dhe institucionale për zbatimin e plotë të një prej arritjeve më të rëndësishme të marrëveshjes Kornisë të Ohrit. TDP shpreh të gatshme të kontribuojë me propozime konkrete, por thekson se nuk mund të mbështesë një zgjidhje që lë hapësirë për interpretime të ndryshme dhe zbatim të pabarabartë. Edhe deputeti turk Salih Murat deklaroi se Fronti Evropian ka ndërmarrë të gjitha hapat institucional për të kundërshtuar ligjin, duke dorëzuar amandamente ku kanë informuar opinionin publik dhe kanë ngritur shqetësime edhe para Komisionit të Venecias dhe përfaqësuesve të Bashkimit Evropian. Sipas tij, miratimi i ligjit në formën aktuale do të përbënte një goditje serioze ndaj integrimit kushtetues të komuniteteve dhe do të ishte në kundërshtim me Kushtetutën, Marrëveshjen Kornisë të Ohrit dhe praktikat ekzistuese juridike. Ky ligj është në kundërshtim të hapur me Kushtetutën, me Marrëveshjen Kornisë të Ohrit, me praktikën historike të Maqedonisë së Veriut dhe me legjislacionin që rregullon marrëdhënien ndërmjet komuniteteve. Nëse ky ligj miratohet në formën aktuale, do të jepet një goditje serioze integrimit të komuniteteve në nivel kushtetues. Gjithashtu, në lidhje me propozim ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, kanë reaguar edhe nga Lëvizja e Bashkimit Kombëtar Turk, ku sipas tyre zgjidhja e propozuar nuk është në përputhje me parimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat dhe nuk garanton zbatimin e drejtë të parimit kushtetues të përfaqësimit, e cila përbën një nga garancitë themelore kushtetuese. Sipas të MBH-s, mungesa e mekanizmave për verifikimin dhe mbikëqyrjen e deklarimit të përkatësisë etnike krijon terren për vazhdimin e keqpërdorimeve dhe mund ta vështirësoj punësimin e pjesëtarëve të komunitetit turk në administratën publike. Partitë politike turke dhe organizatat e shoqërive civile në maqeninë e Veriut u bojnë thirrje institucioneve dhe deputetëve në kuvendin e RMV-s që të shqyrtojnë përmbajtjen e projektligjit përmes dialogut dhe konsultimeve të gjera, me qëllim miratimin e një zgjidhjeje ligjore të qëndrueshme që do të forcojë besimin në institucionet dhe bashkëjetesën ndëretnike në vend.